Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjekët japin urdhër, mos e fusni në gojë shalqini nëse vuani nga këto 4 sëmundje. Shalqini është një ushqim i shëndetshëm i shkëlqyer për të hidratuar trupin, por një grup njerëzish nuk duhet ta konsumojnë atë. Ky frut është i pasur me magnez, zink, kalium, vitamina B, është i pasur me proteinë dhe ka pak kalori, kështu që mund të hahet në çdo moment. Konsumi i shalqinit nxit humbjen e peshës dhe besohet se mund të ketë edhe efektet të mira për shëndetin. Një shalqin me madhësi mesatare përmban rreth 92% ujë, kështu që është një mundësi e shkëlqyer për të qëndruar të hidratuar në ditët e nxehta të verës. Një studim i vitit 2019 që shqyrtoi efektet e konsumit të shalqinit në ngopje dhe në peshën trupore të të rriturit mbi peshë dhe obez, zbuloi se ata që konsumonin 2 feta shalqi çdo ditë për 4 javë, ndiheshin më pak të uritur dhe humbën dukshëm më shumë kilogram nga grupi që konsumonte biskota me pak kalori. Megjithatë, pavarësisht se është kaq i shëndetshëm, nuk është i përshtatshëm për të gjithë njerëzit, citon WebMed. Megjithatë, dietologët paralajmërojnë se konsumi i shalqinit nuk është i mirë për një grup njerëzish, përkatësisht për personat që kanë luhatje të sheqerit siç janë diabetikët. Shalqini është plot me sheqer natyral i cili mund të shkaktojë edhe rritje të sheqerit në gjak. Megjithatë, nuk duhet të eliminohet plotësisht nga dieta juaj. Mund të kombinohet me ushqime që janë të pasur me yndyrë të shëndetshme, fibra dhe proteina, si arrat ose farat. Ky kombinim i ushqimeve me vlera ushqyese mund të ndihmojë një person të ndihet më i ngopur për më gjatë dhe të ngadalësojë përthithjen e sheqerit në qarkullimin e gjakut. Një tjetër grup personash që të cilët duhet të evitojnë konsumin e shalqinit janë edhe personat që kanë alergji ndaj tij. Nëse vuani prej alergjive të caktuara edhe prej frutave të ngjashme nga shalqini, atëherë duhet të bëni kujdes edhe me konsumin e tyre. Dhe nëse nuk keni ndonjë shqetësim të përmendur më herët, atëherë shalqinin mund ta konsumoni lirisht për të marrë përfitimet e tij, gjithmonë brenda normës së lejuar. Shalqini është i njohur prej kohësh si një burim ushqyes i rëndësishëm. Ushqyesa si likopeni, vitamina A, citrulina, vitamina C janë të gjitha të pranishme në këtë frut të shijshëm dhe kanë efekte pozitive mbi trupin. Përfitimet e shalqinit janë të mira për shëndetin e lëkurës. Nëse jeni në betejë të vazhdueshme për lëkurë të shëndetshme dhe të bukur ose thjesht kërkoni pak më tepër shkëlqim, përpiquni të shtoni më shumë shalqin në dietën tuaj. Sipas ekspertëve të WebMed, vitamina A tek shalqini ndihmon në rritjen e indeve të trupit duke u bërë që të keni një pamje më të freskët dhe më të hidratuar. Ai bën mirë gjithashtu edhe shëndetit të zemrës. Çdo kush që ka shqetësime të zemrës ose përjeton dhimbje krahërori duhet të kërkojë ndihmë mjekësore. Po sipas Organic Fact, likopeni të shalqinit përmirëson funksionet kardiake. Edhe vitamina C, karotenoidë dhe kaliumi ndihmojnë në paksimin e kolesterolit për ta mbajtur zemrën më të shëndetshme. Ai ndihmon në shëndetin e veshkave. Të keni gurën në veshka mund të jetë një përvojë shumë e dhimbshme, kështu që më mirë që veshkat i mbani të pastra dhe të shëndetshme. WebMed citon se shalqini rrit rrjedhjen e urinës pa ushtruar presion shtesë në veshka. Në këtë mënyrë, shalqini ndihmon në pastrimin e gurëve nga veshkat. Ai do të përmirësojë edhe shikimin. Shtoni më shumë shalqin në dietën tuaj për të ndihmuar në një shikim më të mirë dhe në shëndetin e përgjithshëm të syve. Vitamina A që gjendet te shalqini ndihmon për t'i mbrojtur kundër degenerimit makular që lidhet me moshën dhe parandalon verbërinë, citon livelovefruit.com. Mbështet shëndetin e kockave. Shëndeti i kockave tona është jashtëmase i rëndësishëm veçanërisht me kalimin e moshës. Për fat të mirë, shalqini përmban likopen dhe kalium që mund t'i bëjnë kockat dhe gjymtyrët më të fortë duke ndihmuar në paksimin e rrezikut nga dëmtimet ose shkatrimet e kockave. Ato ulin edhe presionin e gjakut. Shumë njerëz përpiqen të ulin presionin e tyre të gjakut përmes dietës dhe ushtrimeve, por shalqini është një ushqim që ndikon drejtpërsëdrejti në këtë drejtim. Sipas Organic Fact, sasia e mirë e kaliumit dhe magnezit që gjendet te shalqinit është shumë fitimprurse gjithashtu edhe në uljen e presionit të lartë të gjakut. Ai qetëson dhimbjet e muskujve. Shalqini është shumë i mirë për të luftuar inflamacionin dhe për të paksuar dhimbjet e muskujve. Dr. Josef Markula pretendon se një studim ku subjektet që pinin lëng shalqini para se të shkonin për në punë kishin reduktuar dhimbjet e muskujve 24 orë më vonë, në krahasim me ata që pinin hapje qetësuese për këtë gjë.
por për shkak të fruktozës së lartë dhe lëngut të shalqinit, Dr. Mercola gjithashtu citon se mund të jetë më i mirë që të hajt frutin në vend që të pihet lëngu i tij. Ai lehtëson edhe problemet e astmës. Shalqini mund të jetë një ndihmë për ata persona që vuajnë nga astma. Specialistët e Medical News Today shkruajnë se konsumi i sasive të larta të vitaminës C tek shalqini mund të ndihmojë për të ulur rrezikun e zhvillimit të astmës, ndërsa për ata që tashmë vuajnë prej saj, ushqyesit që përmban shalqini përmirësojnë shëndetin e përgjithshëm të mushkërive. Ajo lufton problemet e prostatës. Shalqini nuk duhet të përdoret si ilaç kundër problemeve, por është e vërtetë se përmban ushqyes të veçantë që luftojnë problemet. Sipas një studimi të Life Science, shalqini mund të ndihmojë së tepërmi në reduktimin e problemeve të radikaleve të lira për shkak të vetive të tij antioksiduese. Likopeni në veçanti lidhet me reduktimin e problemeve të prostatës, sipas National Cancer Institute. Gjithashtu, shalqini është një produkt shumë i mirë për organizmin tuaj, duke përfshirë atë vazhdimisht brenda normave të lejuara, do të përfitojë edhe shëndeti i zemrës. Një nga vlerat më të shtuara që mund të merrni nga konsumi i shalqinit është edhe përfitimet që ka drejt për së drejti shëndeti juaj i zemrës. Shalqini është i pasur me aminoacide të cilat ulin tensionin e gjakut. Shëndeti i zemrës përmirësohet edhe fal antioksidantëve të cilët ulin rrezikun e atakut në zemër. Ai do të ofrojë një mbrojtje për gjymtyrët. Shalqini përmban pigmente natyrale që luftojnë inflamacionet e gjymtyrëve. Disa studime të cilave u referohemi sipas Brightside thonë se fal konsumit të shalqinit njerëzit janë më pak të prekur nga reumatizmat dhe artriti. Ai është tejet i pasur edhe me antioksidant cilësor. Ngjyra e kuqe e shalqinit ia atribuohet likopenit, një antioksidant që ulë rrezikun e radikaleve të lira ose diabetit. Shalqini përmban likopen më shumë se domate dhe çdo perime tjetër. Ngrënia e shalqinit shërben si një mburojë për lëkurën. Antioksidanti likopen ndihmon organizmin ndaj djegjeve nga dielli. Edhe shëndeti juaj i syve mund të përfitojë nga konsumi i shalqinit. Një racion me shalqin plotëson 30% të nevojës ditore për vitaminën A, e cila është thelbësore për shëndetin e syve. Ai është një produkt shumë i mirë hidratimi. Sipas të dhënave, 92% e përmbajtjes së shalqinit është ujë, ndaj ky frut është ideal për hidratimin e organizmit. Masa e lëngjeve të ujit në organizëm e drobit atë. Ai mund të ofrojë një zbutje të lëkurës. Shalqini përmban vitaminën A, B6 dhe C, të cilat ndihmojnë në mbajtjen e lëkurës të butë dhe të lëmuar. Shalqini mund të shfrytëzohet edhe si një mask lëkure duke u përzierë lëngu i tij me kos, mbahet për 10 minuta dhe më pas shplahet. Ai do të ofrojë gjithashtu më shumë energji për organizmin. Uji, antioksidantë dhe aminoacidet e shalqinit e bëjnë ideal për njerëzit që kryejnë aktivitete fizike intensive. Shalqini përmban edhe kalium, një mineral që ushqen muskujt dhe garanton më shumë energji. Ai është një produkt shumë i mirë edhe për tretjen. Njerëzit që vuajnë nga koliti nuk duhet i thonë jo shalqinit, sepse është një frut shumë i mirë për të tretur. Shalqini është i butë dhe i lëngshëm, ndaj nuk i bën dëm stomakut nëse konsumohet me moderi dhe gjithmonë brenda normës së lejuar. Kështu, konsumi i këtij fruti vazhdimisht brenda dietës suaj mund t'i japë edhe efekte të mira në shëndetin e përgjithshëm. Nëse doni që të keni një sër përfitimesh nga konsumi i këtij fruti, atëherë duhet të jeni edhe më të kujdesshëm me përfitimet dhe vlerat e tij, duke mos e tepruar me sasinë. Shalqini përmban vlera të larta dhe është i pasur me antioksidant. Ai është i pasur me antioksidant si likopeni, vitamina C që ndihmojnë në uljen e inflamacionit dhe dëmtimit oksidativ. Studimet sugjerojnë se likopeni ndihmon në vonimin e fillimit të përparimit të sëmundjeve të Alzheimerit, si dhe parandalimin e degenerimit makular lidhur me moshën, citon WebMed. Shalqini është i pasur me vitaminën A, C, të cilat janë të rëndësishme për shëndetin e lëkurës dhe të flokëve. Vitamina C në trupin tuaj prodhojnë kolagjen, një proteinë që jep elasticitet lëkurës dhe ndihmon gjithashtu edhe në rritjen e flokut. Ndaj mos nguroni ta keni pjesë të dietave tuaja gjithmonë nëse nuk keni shqetësime të përmendura më herët. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet, ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.